Arbitrimi është ai që është. Ne se kena ndorë, jena përballë me këtë lloj arbitrimi gjatë gjithë kampionatit. Jam falënderues për publikun sot që ardhi me na mbështet. Pat me një fillim shumë të vështirë. Tirana nisi lojën shumë mirë, sidomos me gjyqjet nga 3 pikë, ku e mbyllën periudhën e parë 11-32. Dhe përpoqem me e kthy me mbrojtje në periudhën e dytë dhe barazu me pjesën, domethënë, shku me 33-12 në periudhën e dytë për ne. Patëm oscilacione shumë, edhe për mirë edhe për keq, gjatë gjithë neshjes. Duhet përpiqena me ul këto oscilacione, pra si për mirë si për keq me kanë më konstant. Patëm edhe një dëmtim që s'na lejoj me pas ekipin në ritëm. Bradley George shkoi nxorri Brylin. Nuk dolme tamam ashtu siç desha në lojë. Edhe kur dolme patëm periudha shumë të shkurta. Pa më shanse për finalin profesor apo? Ne do shkojmë Tiranë, do japim maksimumin Tiranë, sido që tjetë. Siç kena luajtur gjitha neshjet, do vazhdojmë me luajt, do përpiqena mu përgatit më mirë për neshjen atje. Po të njëjtën gjë, jam i pakënaqur me mënyrën se si reagojmë në momente presionit ose në momente kur gjanat nuk po na shkojnë pak mirë, duhet të reagojmë fije më shpejt për ta ndrruar situatën. Kjo nuk më pëlqeu sot te skuadra jeme, nuk arrita dot me kthy ritmin një fije më shpejt, pra u zgjat momenti I keq. Në fakt vazhdia në takimin e parë në final ka luajtur më mirë se në Shkodër. Madje edhe në disa ndeshje gjatë sezonit ka dhuruar spektakël I kryeqytetit. Që do të thotë se mund të kthehemi me fitore. Dëshira jonë është shumë e madhe, po duhet kuptojmë gjë. Një lojtar kputi ligamentin e gjunit nuk e kena. Tjetri ishte neshja parë mas 10 ditësh që u rikthy Parker. Sot patëm një dëmtim tjetër, George nxorri Brylin. Arnoldi na u largun mes sezonit, pra kena pas vështirësi shumë të mëdha gjatë gjithë vitit dhe me maksimumin e mundësive tona jena përpjek me pru në parket një skuadër sa më kompetitive. Këto oscilacione janë edhe prej këtij fakti, nuk është thjesht rastësi që patëm me luhatje kaq të mëdha në lojë. Kjo është situata, do përpiqena me rregullu aq sa mundena me rregullu dhe t'japim një neshje të mirë në Tiranë. Sot disha për tifozët të mbushën pallatin e sportit dhe biletat e siguruara shkojnë për Fation Taraboshin. Po e përshëndes Fationin dhe ju uroj çrim fama të shpejt. Ne kena pas gjatë gjithë kësaj periudhe në mendje dhe shpresoj që të kthehet sa më shpejt ai Fationi që jena mësuar me pa gjithmonë.